Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri prezanton kandidatët e qarkut të Vlorës dhe kritikon disa nga deputetët aktual për sërrit objektivin për anëtarësim në Bashkimin Evropian përpara vitit 2030. Kryedemokrati Berisha takon emigrantët shqiptar në Napoli. Lideri i opozitës deklaron se vota e diasporës në 11 maj do t'i jap fund pushtetit të Ramës. Mjekët ngren shqetësim për rritjen e rasteve të konsumit të drogës tek të rinjt. Kombinimi i lëndëve narkotike me alkoolin çon deri në humbje jete. Me bindjen se skuadra e përzgjedhur për Vlorën është më e mira që është ofruar ndonjëherë këtij qarku, Edi Rama prezantoi kandidatët për deputet. Kryeministri u shpreh i bindur se Shqipëria do tulet në tyrezën e Bashkimit Evropian si antar brenda mandatit të 4 të Partisë Socialiste. Kryeministri Edi Rama prezantoi kandidatët e Partisë Socialiste për Vlorën. Nga bastioni të majtëve, Rama u shpreh se skuadra e përzgjedhur është oferta më e mirë për qarkun e Vlorës. Besoj që është një cilësi që e reflektojnë edhe skuadrat e qarqeve të tjera, po këtu në Vlorë në mënyrë specifike besoj që ka një harmonizim të shkëlqyer midis ambicjes son, qëllimeve tona, komunitete, prejardhje dhe patjetër edhe opinione jo gjithmonë të njëjta. I japim qarkut Vlorës një ofertë që nuk ja kemi dhënë më parë me këtë lloj larmie. Kryetari i Partisë Socialiste përsëriti objektivin për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Ne jemi një hapësirë ku ka vend për gjithë. Ne ndajmë qëllimin e madh që në këtë moment në histori ta shtym deri në fund procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, të rrisim më tej atraksionin e ofertës që ka Vlora, që ka Saranda, që ka Delvina, që ka Konispoli, që ka Finiqi, që ka Selenica, për t'i dhënë një fuqi të shtuar vazhdimisht komuniteteve, ekonomisë vendore. Rama nuk i kurseu kritikat për deputetët aktual të Vlorës, që sipas tij nuk kanë bërë sa duhet për të qenë më afër me qytetarët. Nuk kanë rrezatuar asgjë në raport me atë që duhet të rrezatonin këtu në Vlorë. Dhe mbi të gjitha që nuk kanë krijuar dot me njerëzit dhe për njerëzit atë sinergji mes të qenit qytetar që ndajnë të njëjtën hapësirë dhe të qenit përfaqësues të tyre, duke ju gjendur pranë, duke i begenisur, duke ju qarë hallin edhe kur nuk u zgjidhin dot. Kryeministri Edi Rama u shpreh i bindur se Partia Socialiste do të arrijë një fitore edhe më të thellë se ajo e zgjedhjeve të kaluara në qarkun e Vlorës. Lideri i opozitës u takua këtë të diel me emigrantët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Itali. Gjatë bashkëbisedimit në Napoli, Sali Berisha tha se vota e diasporës do të cilë fundin e Edi Ramës në pushtet. Për kryedemokratin Sali Berisha, shqiptarët e diasporës do të jenë shpëtimi për Shqipërinë. Nga deti, nga toka, nga ajri, do vërshojnë në Shqipëri. Shqiptarët të lidhin nënat për të luftuar për Shqipëri. Shqiptarët i rritin nënat për t'i dalë Zotë Shqipërisë. Shqiptarët i rritin nënat për t'i dalë Zotë asaj. Pritet diasporën e Edi Rama. Nuk ke vendi tokë. Për të marrë votën e tyre më 11 maj, Berisha premtoi për shqiptarët e diasporës një 5 vjeçar me zero taksa nëse rikthehen në Shqipëri. Ju jeni pra keni një rol vendimtar në ndërtimin e Shqipërisë mallkështore. 5 vite pa asnjë taks për secilin prej jush që do investojnë, do kthehen dhe investojnë në Shqipëri. Garantoj ju, garantoj çdo biznesmen italian dhe të çdo vendi tjetër se Shqipëria do ketë klimën më tërheqëse për biznesin, se taksa 10%, që është taksa e lashësisë, është taksa e drejtësisë, do të jetë taksa kryesore në Shqipëri.
Gjatë një takimi me emigrantët në Napoli, Sali Berisha tha se nëse PD-ja vjen në pushtet, në 3 muajt e parë të qeverisë do të luftojë varfërinë dhe se Shqipëria do të jetë një superfuqi energjetike në rajon. Kryeministri Edi Rama deklaroi nga Vlora se këtë verë Shqipëria do të kalojë rekordin e numrit të turistëve të vitit të kaluar. Në takimin me turoperatorët ai kërkoi që të ndalet abuzimi me fshehjen e netëve të qëndrimit në njësitë akomoduese, ndërkohë Rama tha se brenda majit përfundon pista e aeroportit të Vlorës që do të jetë në funksion të turizmit. Tani për të shmangur edhe... Kryeministri Edi Rama u takua me operatorët turistik të cilëve u tha se vera e këtij viti duhet ta tejkaloj numrin prej 12 milion turistësh të regjistruar në 2024. Shefi i qeverisë kërkoi të jepet fund abuzimeve nga hotelet sa i takon netëve të qëndrimit. Duhet jemi shumë të vërtet që ka një hile të madhe që e bëni të tërë ju. Një hile me deklarimin e netëve të fjetjes. Dhe ne tani, për t'i dhënë mundësi të dilni faqebardh nga kjo fazë informaliteti, ku ju kemi ulur të vëshën prej vitesh tani më poshtë se të tëra vendet e tjera, 6% nuk e ka asnjë vend në mesdhe, asnjë nga vendet e rajonit, ja u kemi ulur 6% pikërisht që të deklaroni sa. Duke shfrytzuar praninë e kryebashkiakut demokrat të Kavajës, Fisnik Qosja, kryeministri Rama premtoi investime në këtë zonë që do t'i shërbejnë zhvillimit të turizmit. Na mbetet vetëm Kavaja, kemi pasur çik probleme primare në Kavaj, por besoj që do ta kapërcejmë atë traumë dhe besoj që me rrugën e lidhse të Kavajës me Bregdetin, që është një projekt i kryetarit Bashkisë Kavajës, i cili e përshëndes ka ardhur këtu, e pash që ishte pak i turbulluar nga primaret, por besoj që po patjetër me dy gishta gjithmonë. Në takimin me operatorët në Vlorë, Rama ironizoi Lulzim Bashën, të cilit i kujtoi premtimin për ndërtimin e tramit në Tiranë kur kandidonte për kryebashkiak. Për tramin në Vlorë të thash që do të na duhej Luli, ne nuk dim të bëjmë trame. Luli ka bërë një tram në Tiranë, i cili siç e kanë parë qytetarët e Tiranës është shumë i suksesshëm, me një shpejtësi maramëndse, ka përxen gjithë problematikat që krijohen nga trafiku. E kishte planin që ta çonte deri në Durrës, por për shkak se zuri gjumi e la vetëm në Tiranë, kështu që nuk e di sa mund të bashkëpunohet me të, por shpresoj që mos të arrihet për shkak të tramit që të çohet Vlora në këmbë, thotë duam Lulin kryetar bashkia. Kryeministri dha lajmin se pista e aeroportit të Vlorës do të përfundojë brenda muajit maj. Pasi kryeministri Edi Rama ironizoi nga Vlora, Lulzim Basha nuk ka vonuar t'i kthejë përgjigje. Nga Athina, ku ka shkuar për të takuar me emigrantët shqiptar, kreu i demokratëve Euroatlantik ka deklaruar se ishte kryeministri ai që pengoi projektin e tramit në Tiranë. Tramin nuk e dishi Rama, pasi nuk vinte dot në këtë projekt siç bëri me inceneratorët. Lulzim Basha është faqur në krah të një emigranti shqiptar në Greqi, duke përsëritur refrenin e ditëve të fundit. Ai i është drejtuar Edi Ramës, duke i thënë se shokët i ka në burg. Se nuk viste dot me tramin. Ishte Franca mbrapa. Edhe thep. Vendimi i qeverisë malazeze për t'i dhënë plazhet e Ulqinit me qera, një kompani e huaj ka bërë që politikanë dhe qytetarë të protestojnë. Drejtuesit e komunës së Ulqinit e konsideruan shkelje të rënd nismën e kryeministrit Milojko Spajq. Qindra banor përfaqësues të pushtetit vendor dhe politikanë biznesmen protestuan në Ulqin me moton Ulqini nuk është në shitje. Protesta u thirr për shkak të pakënaqësive lidhur me tenderin për dhënien me qira të plazheve të Ulqinit, të cilat vitet e fundit janë marrë me qira nga biznesmenët lokal. Kryetari i komunës Genci Niman Begu tha se ky protestë është kulmi i pakënaqësisë me centralizimin e pushtetit nga qeveria e Malit të Zi. Por në një kohë fare të shkurt i shndru në betejë dhe pakënaqësi gjithë komunitetit ton nga trajtimi si ka Podgorica ndaj Ulqinit. Atë pakënaqësi duhemi qartë mi shpreh.
duhemi së bashku shpreh dhe komuna, ku vendi komunës sonë, dje ka shpreh atë. I kemi vu kushtet për investime. Ndërkohë, përfaqësuesi i shoqatës së qyramarrësve të plazheve, Albert Kastrati, deklaroi se kompania huaj që ka marrë pjesë në tender dhe ka fituar konkursin për 9 plazhe, është favorizuar për shkak të vonesës së procedurës së tenderit që të mund të regjistrohet në mal të zi dhe të aplikojë. Kryeministri malazez përcolli mesazhin se Ulshini do të zër vendin që i takon në hartën turistike botërore. Projektet e mëdha zhvillimore u sjellin fuqi ekonomike bashkive dhe zëri i tyre bëhet më i fortë. Mjekët toksikologë japin alarmin për shtimin e konsumimit të drograve të llojeve të ndryshme nga të rinjt. Ata thonë se kombinimi i lëndëve narkotike me alkoolin shkakton probleme të rënda në shëndet, ndërsa nuk kanë munguar as rastet e humbjes së jetës. Konsumimi i drograve tek të rinjt ka njohur një rritje të ndjeshme vitet e fundit, duke u shoqëruar shpesh edhe me përdorimin e alkoolit. Sipas mjekëve specialistë, ky kombinim ka pasojë të rënda për shëndetin që mund të çojnë deri në fatalitet. Ka pacientë të cilët konsumojnë vetëm një drogë, por dhe pacientë të cilët i konsumojnë të dyja bashkë. Pra, konsumojnë alkool në sasira të konsiderueshme dhe më pas ndoshta për të qetësuar sipas tyre ose për të ulur atë ritmin e alkoolit, konsumojnë kokainë. Shfaqja klinike është e ndryshme, patjetër që po. Janë më të rënduara, pjesa e shëndetit mendor më alteruar, patjetër që po, sepse kur vinë në klinik mund të vinë në shenja e paranojave, mund të vinë dhe të agituar. Pra, në agjitim psikomotor e cila shfaqet në momentin që ti i konsumon të dyja këto substancat. Rastet mund të kemi një infarkt miokardi, infarkt akut të miokardit, të cilët janë mosha të reja, të cilët vinë në urgjencë në shenjat e infarktit të miokardit. Mund të jetë një kom etilike, mund të jetë një hemoragji në pjesën e kokës, që mund të ndodhi për shkak të overdozave me kokainë, por dhe nga intoksikacioni me alkool. Pra, kombinimi të dyjave mund të jetë i rrezikshëm, mund të na marrë dhe jetën. Shoqëria, jeta e natës, dëshira për të eksperimentuar janë vetëm disa nga faktorët që i shtyn të rinj të jenë konsumues të vazhdueshëm të drograve dhe alkoolit. Shoqëria, ata dalin jeta e natës, pjesa sociale, ndonjëherë gjejnë dhe si ngushëllim, ose e provojnë dhe për qef, e provojnë për ta provuar, për të eksperimentuar dhe më pas ngecin dhe fillon i pëlqen dhe fillon një varësi. Mjekët këshillojnë të rinj të shmangin eksperimentimin me substancat narkotike, pasi mund të kenë pasoja të rënda për shëndetin e tyre fizik dhe mendor. I gjithë Bregdeti shqiptar është përfshirë nga moti i keq me erë të fortë dhe dallgë të mëdha. Për të parandaluar çdo situatë të papritur për shkak të kushteve atmosferike, autoriteti portual ka urdhëruar rrezullimin e linjës së tragjeteve Vlorë-Brindisi për pasagjerë dhe automjete dhe linjës Durrës-Bari. Gjithashtu është ndaluar edhe dalja në det e mjeteve të vogla dhe anijeve të peshkimit deri në përmirësimin e kushteve të motit. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.